Përshëndetje gjithëve miq, mirë se vini në puntatën e radhës të Albania Newscast. Jemi në episodin ton të 6 dhe do flasim për situatën politike, por jo vetëm edhe për çështje të tjera. Ditën e sotme kam një personazh shumë të veçantë, një politikan të ri, por që ka bërë shumë buj, ka marrë shumë vota dhe ka qenë mjaft aktiv kohët e fundit në intervistën e tij të parë. Kam kënaqësinë të kem zotin Arkend Balla, deputeti i Partisë Socialiste, është folur jashtëzakonisht shumë për të, por ai ka zgjedhur të heshti për një periudhë kohe të gjatë dhe ditën e sotme do të thyej heshtjen, do thotë të vërtetat e tij, por do thotë edhe të vërtetat që janë tekstualisht edhe në terren dhe me fakte. Arkend, faleminderit, kënaqësi që të kam. Shumë faleminderit për ftesën. Edhe unë kam kënaqësi të jem pjesë e këtij newscasti dhe të uroj shumë suksese në këtë iniciativë tënde të re dhe besoj që do arrish suksese që ka arritur sukses edhe në emisione të tjera që ke drejtuar. Arkend, faleminderit shumë. Për ata që nuk e dinë dhe nuk kanë nga ta dinë, ne me Arkendin jemi miq të vjetër, jemi shok bankash në universitet dhe prandaj edhe kur pati ato sulmet realisht edhe unë u habita se Arkendi një totalisht ndryshe dhe pikërisht do flasim për këto dhe për të gjitha. Arkend, ndalemi menjëherë tek ajo që ka qenë edhe kryefjala pas zgjedhjeve, emëriot bashkë me emra të tjerë, ka qenë si një tabelqitje nga ana e opozitës. Si ke pak këto sulme fillimisht, do ndalemi edhe te votat e tjerë. Shiko Arbri, unë si një politikan i ri edhe patjetër që në moment që u gjenda përballë këtyre sulmeve, kam qenë në vështirësi për faktin, jo vetëm unë si Arkend, po edhe familja ime, sepse u gjendëm një sulm shumë të vrullshëm, po themi, nga leadershipi i Partisë Demokratike. Dhe patjetër që këto ishin sulme të pavërteta, unë kam bërë realisht një fushat shumë të qetë dhe nuk kam pasur asnjë sulm gjatë gjithë kohës që kam zhvilluar fushatën time elektorale, nuk kam pasur asnjë incident. Dhe pa pritur pasi u mora një rezultat që realisht ishte shumë rezultat i mirë për mua, por edhe për Partinë Socialiste, filluam me njerë sulmet nga opozita dhe nga leadershipi i Partisë Demokratike, ku me ditë të tëra janë marrë me sulme personale ndaj emrit dhe figurës time. Arkend, si përjetoi familja, para se të futemi politikisht, si përjetuan ata? Atë po thoya që familja i ka përjetuar realisht keq, sepse u gjendën në një situatë që si kishin dëgjuar më përpara, por ne politikanët i kemi këto siklete dhe prandaj nuk është aq e thjesht që të jesh pjesë aktive e politikës, sepse mirë ne si individ, si deputet, si kandidat për deputet, deri diku i përballojmë dhe jemi mësuar me këto sulme edhe më përpara, por familjarët erdhi si gjë e papritur dhe normalisht e kanë përjetuar deri diku keq. Nuk arrin ta besonin ato fjalë që thuheshin nga leadershipi i Partisë Demokratike në atë kohë. Por tani edhe ato gradualisht janë mësuar me këto sulme, pavarësisht se tash jemi në një periudhë të qetë, atëherë ishte fill mas daljes së rezultatit për kandidatët sidomos. Ai ishte momenti më i vështirë që ka përjetuar familja. Tani gjërat kanë shkuar aty ku duhet dhe nuk kemi më sulme paktën personale në emrin tim. Arkend, po në sallën e kuvendit, pra njerëzit e shikojnë pjesën e punimeve që janë të ashpra për plasje, po pjesa që nuk duket, pra ata kolegë që dikur të anatemonin, si sillen, po themi, jashtë kamerave? Shiko, aty në sallën e kuvendit ka një problem shumë madh, sidomos nga përfaqësuesit e opozitës. Në moment që ndizën mikrofone dhe dalin para kamerave, ato futen në një rol tërësisht tjetër, ndërsa gjatë ecurisë normale të kuvendit, kur nuk ka kamera, ne kemi komunikim normal me gjithë kolegët e opozitës, por sigurisht kur ndizën kamera dhe fillojnë duke folur për kolegë të ndryshëm, patjetër edhe për mua, kam bërë akuza dhe kam ngritur akuza deri diku të paqëna në drejtim të kolegëve të mazhorancës. Futemi pak në atmosferën e zgjedhjeve të kaluara parlamentare. Ka rritur një rezultat shumë të lartë. Cila është arsyeja ose çfarë bëri që votuesit dursak të jepnin një besim kaq të madh? 18.000 vota mos gabojmë. Jo, unë kam marrë 21.000. 21.000 ndjes. E ngatrova me sa vota. Po. Një rezultat shumë i lartë. Ka qenë realisht një rezultat shumë i mirë dhe shumë i lartë për mua. Dhe besoj që ky rezultat ka disa arsye se
ka ardhur si bashkimi shumë faktorëve. Mendoj që faktori i parë është mbështetja për Partinë Socialiste dhe për vizionin e kryeministrit Edi Rama. Së dyti mendoj që ka një rëndësi të madhe dhe prezenca e deputetit në zonë, siç e di, unë kam marrë një mandat të mbetur përgjysmë në legjislaturën e kaluar dhe pra nuk ishte hera e parë që ishte. Duke qenë se e morë në gjysmë mandatin, gjithmonë kam menduar që duhet bëj shumë punë në zonën time elektorale, në mënyrë që të kap ritmin e kolegëve të tjerë që ishin në krye të herës deputet, edhe gjatë gjithë kësaj periudhe kam qenë shumë aktiv në zonë dhe kam qenë i përditshëm, duke marrë me shqetësime dhe nevoja që ka ai komunitet aty dhe ato njerëz, ato familje. Cila zonë e Durrësit është? Unë kryesisht kam patur rajonin 4 që përfshin lagjen 18 dhe lagjen 15 që është zona e Spitalit që njihet ndryshe. Unë përpose si deputet, por më parë kam qenë edhe koordinator politik aty, që do të thotë që kontaktet në zonë i kam pasur të hershme. Siç e thash, kur u bëra deputet, kisha përgjegjësi më shumë edhe normalisht gjendesha më pranë shqetësime dhe nevoja që kishin njerëzit në atë zonë. E dyta që është shumë e rëndësishme është edhe imazhi që ti krijon në zonën tënde elektorale, që je një njeri i thjesht, i sinqert, shkon i takon aty në atë zonën ku ato jetojnë, i dëgjon, përpiqesh edhe merr përgjegjësi për t'i dhënë një lloj zgjidhje shqetësimeve dhe nevojave që ato kanë. Përpos këtyre dy elementeve kryesore, siç po e thoya, që se ne morëm në fakt vota brenda votave të Partisë Socialiste, pavarësisht se mund të kemi marrë dhe vota nga pjesa gri e elektoratit ose edhe nga pjesa që pra është dhe sistemi që të jep mundësi për ka shumë vota. Po për shkak të njëjë personale që kam patur me ty, edhe të kanë votuar dhe sistemi në 2025 ishte ndryshe që të jepte mundësi gjithë kandidatëve që ishin listë hapur të kërkonin vota personale në gjithë qarkun Durrës. Edhe unë kam marrë vota jo vetëm në Durrës, po edhe në Krujë kam marrë një rezultat relativisht mirë. Ndërsa në 2021 kur kam qenë kandidat, atëherë sistemi ka qenë ndryshe. Unë kam qenë i renditur i 12, po dhe atëherë realisht duke pas parasysh renditjen që kisha në listë, që nuk pretendoja që të dilja deputet, se duhet thyej herësin. Ishte me rend. Ishte me renditje dhe duhet thyej herësin që ishte pamundur në atë kohë për thyer herësin. Mora diku te 2500 vota dhe si herë e parë që isha në këtë angazhim si kandidat për deputet, ishte një vlerësim që më bën qytetarët e Durrësit duke marrë 2500 votë. Ndërsa në 2025 ishte tjetër realitet, ishte sistemi ndryshoi, na u dha mundësia që ne që ishim, që thash, në listë hapur, kërkonin vota në gjithë qarkun e Durrësit. Dhe mendoj që këto ishin dy arsyet kryesore që unë arrita një rezultat mirë, pasi u kriju dhe fryma fund fare. Dhe njerëzit shkojnë gjithmonë pas atij që mendojnë që do marrin më shumë vota dhe normalisht të mbështesin me votë. Patjetër që kjo është punë edhe e strukturave të Partisë Socialiste, se edhe brenda strukturave të Partisë Socialiste ka pas një lloj ndarje, po themi, që një koordinator i caktuar ka mbështetur një kandidat, një tjetër ka pas preferencë një kandidati tjetër. Kështu që ka qenë dhe frymë e një ekipi caktuar që ka punuar për emrin tim si kandidat për deputet në listat e hapura. Si i arsyeton tani që ka kaluar një vit këto sulme? Pra, çfarë është pas tyre? Çfarë ka qenë pas tyre në optikën tënde? Shiko, mendoj që sa më shumë rritesh politikisht, aq më ndaj ke sulmet nga opozita dhe etiketimet. Besoj që ato kanë qenë për shkak të polarizimit situatës që ka qenë pas zgjedhjeve dhe duke qenë se ato patën një humbje në Durrës edhe rezultati i Partisë Socialiste në tërësi ishte shumë i mirë dhe u përpoqën që të gjenë një objektiv që ta sulmonin për të arsyetuar dhe humbjen që patën qytetin e Durrës. Do një lloj alibie, po thua. Jo një lloj alibie duke bërë sulme personale në emrin tim si deputet që isha më i votuar i qarkut Durrës. Mirë, një koment edhe për situatën në Durrës. Kur dëgjon opozitën, se duhet i bëj gjitha ato që janë edhe shqetësimet që ngrihen kryesisht nga opozita, por edhe një pjesë e opinionit publik thuhet Durrësi kontrollohet nga bandat, grupet kriminale, është i pasigurt etj. Më jep një koment tënd. Si është e vërteta? Ti jeton në Durrës, je shumë i lidhur me zonën, unë e di se të ndjek edhe në rrjetet sociale. Unë jetoj në Durrës edhe
siç e ke parë nga rrjetet sociale, unë jam shumë aktiv në zonë, shkoj çdo ditë në zonën time elektorale. Ajo që duhet them që lidhur me pyetjen që u bëni, që në Durrës nuk ka pas asnjë ndikim të faktoreve të jashtëm siç etiketohen banda kriminale në përcaktimin e rezultatit zgjedhor, edhe gjatë fushatës elektorale që thash, nuk ka pasur asnjë incident, nuk ka pasur asnjë presion. Kjo vërtetohet nga fakti që edhe opozita nuk ka dalë asnjë deklaratë gjatë fushatës elektorale që akuzon faktor caktuar apo element caktuar në zona që bëjnë presione, shantazhe në këmbim marrjes votës etj. Kështu që situata ka qenë shumë e qetë në periudhën e zgjedhjeve. Tani patjetër që është akoma më e qetë sepse çdo gjë rrjedh ashtu siç duhet në një qytet që pret tani më të hapi dhe sezonin turistik dhe këtë vit priten që të vizitohet më shumë turistë se vitin e kaluar. Durrësi është porta hyrëse kryesore e turizmit në Shqipëri dhe gjithë fokusi i qeverisë dhe i bashkisë, pushtetit lokal, i organeve qeverisë qendrore është zhvillimi i turizmit në qytetin e Durrësit. Ndërkohë, duhet ndalen paketet e vizita që zhvilloi zoti Rama, ndërkohë qeveria e Shqipërisë ka patur edhe një ditë më parë një takim të rëndësishëm me Bashkimin Evropian, mbledhja ndërqeveritare e radhës. U kalua ai që ishte një problem që flitem më herët se ishte pjesa e IBAR-it. Jepni komente edhe për këtë. Siç e dini, ne jemi më afër se kurrë antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është një merit e kryeministit Edi Rama, e qeverisë shqiptare, e Partisë Socialiste, që Shqipëria brenda kësaj dekade do bëhet antare e Bashkimit Evropian me të drejta të plota. Dhe siç e the edhe ti që është zhvilluar konferenca ndërqeveritare ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian dhe janë përmbyllur fazat hyrëse në Bashkimin Evropian. Tani jemi në një fazë shumë të rëndësishme, që është faza përfundimtare e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kur kryeministri Edi Rama e kishte si slogan fushate në zgjedhjet e kaluara Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian, shumica përfaqësuesve të opozitës e atakonin që kjo është thjesht për fushatë elektorale, po sot të gjithë vëmë re që jemi më afër se kurrë. Dhe kjo patjetër ka qenë një rrugë shumë e vështirë, është bërë një punë shumë e madhe dhe në kohë rekord janë mbyllur gjitha kapitujt e negociatave. Ka qenë një mal i vështirë për t'u ngjitur, dhe ajo maja e malit që deri dje dukej e largët, ne sot e shohim me sy dhe besoj që tash nuk është më pyetja që a do futemi ose jo në Bashkimin Evropian, tani është pyetja se kur do futemi në Bashkimin Evropian dhe unë besoj që ne brenda kësaj dekade Shqipërinë do ta kemi antare me drejta plota në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, duhet të japim të plot edhe për opinionin publik një raport i Parlamentit Evropian dhe vendimi i fundit që ka ardhur nga vendet e BE-s renditet si shqetësim pjesa e korrupsionit. Pra, mbetet shqetësim, cilat sipas teje janë sektorët që kanë më problematika dhe që duhen adresuar dhe ti nga kontaktet që ke me njerëzit shqetësohen më shumë, ta ngrënë si bezdi. Ja bëj këtë pyetje gjithë përfaqësuesve që vinë nga maxhoranca. Ja bëj edhe atyre të opozitës, por kryesisht nga maxhoranca. Shikoj, raporti i BAR pikërisht ka të bëjë me këto vlerësime dhe ka disa indikatorë që vlerëson kryesisht fusha që kanë lidhje me drejtësinë, që është korrupsioni, reforma në drejtësi dhe ne kemi marrë vlerësime pozitive aty, pavarësisht se kemi akoma punë për të bërë në këtë drejtim. Ne jemi një vend që mos harrojmë që para 2013-s as nuk diskutohej fare për këtë çështje, ku sot ne diskutojmë që kemi bërë hapa konkret dhe jemi përmirësuar shumë në drejtimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Patjetër që ka akoma punë për të bërë dhe patjetër që edhe kjo koha pas kësaj fazës përmbyllëse të negociatave do nevojitet për të ta çuar në një nivel tjetër luftën kundër korrupsionit edhe luftën kundër krimit të organizuar, në mënyrë që të jemi sa më afër antarësimit në Bashkimin Evropian pas përfundimit të këtij procesi. Duke kthyer pak te qyteti jot, te Durrësi, ti e ke shumë për zemër atë. Më jep disa projekte të rëndësishme që janë bërë nga ana e qeverisë. Më përmend disa. Se thuhet që nuk është bërë shumë për Durrësin.
Disa thonë po, disa thonë jo. Në Durrës në fakt janë bërë shumë investime. Durrësi është transformuar si qytet ndër vite. Po nis nga zona ime elektorale në Spitalla, ku aty deri para disa vitesh ka qenë një vend grumbullimi i mbetjeve dhe sot është bërë projekti i ekoparkut që besoj e din gjithë qytetarët e Durrësit, sidomos zonës së Spitallës, që është bërë një ambient ku nga një ambient ku aty grumbulloheshin mbetje të ndryshme dhe u vije flaka, sot është një ambient ku shumë fëmijë të rritur kalojnë disa orë në ato ambiente ku çdo gjë është e gjelbruar, është bërë një park ku ka këndë lojrash dhe gjithë zona e Spitallës, po themi, e frekuenton në mënyrë të përditshme këtë zonë. Po ashtu në lagjen 18 kemi parkun Vala, që është investim po ashtu i qeverisë në bashkëpunim me Bashkinë Durrës, ku është një park urban modern, që gjithë zona e lagjes 18 e ka si destinacion ku kalon disa orë në atë zonë, dhe janë bërë disa pole të qytetit që jo të gjithë do drejtohen, duhet të shkojnë në qendër për të kaluar kohën e tyre të lirë, por mund të kalojnë edhe këtu në këto zonat, në këto parqet urbane që janë bërë kryesisht në zonën e Spitallës. Një tjetër investim i rëndësishëm është edhe pedonalja e plazhit që fillon nga ura e Dalani që quhet dhe përfundon deri në kufi me Kavajën e Golem. Aty është një pedonale moderne. Po ashtu përveç pedonales aty është shtuar dhe rëra dhe është gati diku 100 metra hapësirë rëra ku të japi mundësi që gjithë turistët të përveç se të pushojnë aty në plazh, të kenë dhe ambiente ku të kalojnë kohë me familjet dhe me miqtë e tyre. Po ashtu shëtitoria Taulante ka qenë një tjetër investim shumë i mirë që është në zonën e Volgës, edhe aty qeveria ka bërë një investim bashkëpunim me Bashkinë Durrës, që do thotë që Durrësi në tërësi ka pësuar shumë transformime. Vazhdojnë investime të tjera dhe kemi akoma projekte të tjera për të bërë për qytetin e Durrësit. Dhe prandaj dhe Durrësi është edhe një destinacion kryesor turistik sot në Shqipëri. Arken për të kthyer pak edhe tek reformat. A synon Partia Socialiste me Partinë Demokratike tashmë, sepse patëm atë rezolut për Bashkimin Evropian që miratuan së bashku që të ndryshoj hartën territoriale dhe reforma zgjedhore. Kemi ende shifra konkrete apo jemi ende larg? Janë bërë disa dëgjesa publike në fakt për reformën territoriale. Një ndër dëgjesat është bërë dhe para disa ditë në qytetin e Durrësit, ku kishte pjesëmarrës edhe nga opozita, po edhe nga mazhoranca, po kishte edhe qytetarë të cilët janë të interesuar për reformën territoriale. Kjo reformë nuk dhe thjesht territoriale, po dhe reformë besojnë kompetenca. Tani jemi fazën që Komisioni i Posaçëm i reformës territoriale po merr opinionet bashkë me ekspertët, po merr opinionet nga bashki të ndryshme, nga qarqe të ndryshme. Ekspertë do hartojnë një raport përfundimtar, do të transkriptojnë gjithë çfarë thuhet aty, bashkë me mendimet e qytetarëve, do dalë një raport përfundimtar. Dhe pastaj mbi bazën e këtij raporti, ne si mazhorancë bashkë me opozitën do gjejmë një konsensus se si do zhvillohet konkretisht dhe si do jetë ndarja territoriale në Shqipëri. Por thash nuk do jetë vetëm thjesht ndarja territoriale, nëse do ketë, por do ketë edhe do shikojnë dhe kompetencat, që mund të jepet më shumë kompetenca, po themi qarqeve, prefektëve, në mënyrë që shërbimet të jenë më afër qytetarëve. Reforma e 2014 territoriale që është bërë së herë të fundit ka bërë disa gjëra të mira, po themi, ku i ka ofruar më shumë shërbimet tek qytetarët. Jo të gjithë qytetarët kanë nevojë të shkojnë në bashki, por shumicën e shërbimeve marrin tek njësia administrative. Tani duke pas parasysh reformën aktuale dhe ajo që do bëhet, besoj të gjehet një gjuhë përbashkët me opozitën, që të gjejmë një gjë të mesme dhe të shërbejmë më mirë qytetarëve në territor. Futemi pak edhe në atmosferën e zgjedhjeve lokale. Më ka bërë përshtypje disa deklarata të zotit Rama, por edhe profesorës të tjerë që në Partinë Socialiste nuk ndalon asnjëherë fushata. Vërtet është një situatë e tillë që ka filluar fushata, pra ka filluar përgatitje për zgjedhjet e ardhshme lokale. Nuk ndalon asnjëherë puna atje. Ne jemi parti shumë organizuar, edhe këto rezultate në fakt nuk vijnë rastësisht. Unë po nis nga vetja,
duke rikthyer prap aty ku e nisëm më parë, që edhe pasi mora këtë rezultat shumë të lartë në qytetin e Durrësit, menjëherë dola prap në terren, duke i takuar, duke i falenderuar njerëzit për mbështetjen dhe suportin që më dhanë. Dhe aktualisht ne po kemi filluar një proces rinivizimit të partisë, ku takojmë çdo organizat të Partisë Socialiste, ku do japim mundësinë çdo të re edhe çdo njeri i ri që ka dëshirë të jetë pjesë e organizatave socialiste, që do të japë një kontribut në organizata socialiste, por që mund mos jetë të ri dhe të reja, por mund të jetë njerëz që pak më të mëdhenj mosh, por të cilët nuk kanë patur mundësi të angazhohen në parti, të jepet mundësia të gjithëve, që kemi hapur dyert si parti për të marrë elementë të ri që mund të kontribojnë qoftë Partia Socialiste, por edhe në ato komunitetin ku ato jetojnë. Ka interes në zona... Patjetër, ne kemi vënë si objektiv që të bëjmë 4 anëtarësime të reja për çdo qendër votimi, dhe ky objektiv jo vetëm që është realizuar, por është e kaluar, që do të thotë që ka një interes shtuar nga njerëzit në zona të caktuara që të jenë pjesë e strukturave drejtuese të Partisë Socialiste. Pra, synoni fitoren e gjitha bashkive në qarkun tuaj? Patjetër që objektivi i radhës si Partisë Socialiste është fitimi i bashkive në të gjithë Shqipërinë. Kjo nuk është thjesht një objektiv për të marrë bashkinë, por për të bërë disa punë tjera më të mira, për të vazhduar këto projekte që kemi nisur dhe për ta çuar në një nivel tjetër edhe bashkitë në të gjithë territorin. Sigurisht edhe në bashkinë e Durrësit ne kemi marrë rezultate shumë mirë edhe zgjedhjet e kaluara. Besoj që edhe në këto zgjedhje do marrim një fitore të thellë. Ne patëm një takim në kuadër 35 vjetorit të Partisë Socialiste, ku ishi pranishëm edhe kryeministri dhe kryetari i partisë Edi Rama. Patëm një mbështetje masive dhe një pjesëmarrje masive të qytetarëve të Durrësit dhe të socialistëve, ku ndanë disa certifikata minjoje për themelues, për aktivist hershëm të Partisë Socialiste që kanë dhënë kontribute me shumë vlera në gjithë të vite në Partisë Socialiste, por aty kishte edhe të ri që na kanë bashkuar këtij rrugtimit tonin në Partisë Socialiste, dhe unë gjej rastin të uroj gëzuar 35 vjetorit Partisë Socialiste, sepse këto 35 vite janë ndërtuar me shumë mund, me shumë punë, patjetër që ka patur dhe sfida të vështira, por kjo na ka bërë që të kemi dhe këto fitore të njëpasmjeshme në zgjedhjet, qoftë zgjedhje lokale, qoftë zgjedhje përgjithshme. Këtu dua të pyes pak, se u duk si një lloj provokimi që babai i Yrgys Sagasit, që është i kërkuar nga drejtësia, një emër shumë i përfolur nga opozita, zoti Bardhyl Agasi, mbajti një fjali, mori një certifikat. Ishte një lloj provokimi, si ishte e vërteta? Jo, nuk ka lidhje fare me provokim. Zoti Bardhyl Agasi është kryetari i parë i Partisë Socialiste në Durrës. Ka dhënë kontribute me shumë vlera në Partinë Socialiste të qytetit Durrësit, po jo vetëm, dhe në gjithë Shqipërinë, se ka patur edhe poste drejtuese të tjera në nivel qendror në Partinë Socialiste. Është një intelektual, është gazetar. Kështu që në këtë kuptim ne vendosëm disa kritere mbi të cilat do ndahen. Ka qenë deputet, mos gaboj. Ka qenë deputet për disa legjislatura. Dhe u vendosëm disa kritere mbi të cilat do ndahen këto certifikatet e minjojes, edhe patjetër që nuk mund të linim pa i dhënë një certifikat minjoje edhe zotit Bardhyl Agasi, siç thash, që ka qenë drejtuesi dhe kryetari i parë i Partisë Socialiste në Durrës. Arken, po shkojmë deri fundit të intervistës. Për ata që nuk të njohin, cila është CV-ja jote, po flas? Shkollën e kemi mbaruar bashkë universitetin, shkenca sociale, shkenca politike, po pjesa tjetër. Rrugtimi jot ka vazhduar më pas në Universitetin e Durrësit apo jo? Po, në radh parë Arkendi është qytetar i Durrësit, është familjar. Kam zgjedhur të kontribuoj në politikë dhe të shërbej qytetit tim. Unë jam bir i 2 prindërve të nderuar, i matë ka qenë ushtarak dhe drejtues i lartë në ushtrinë shqiptare, në Durrës, kryesisht në Tiranë. Dhe deri diku këtë karrierën time politike ja dedikoj edhe atij, se ai fatkeqësisht nuk jeton më. Por në zgjedhjet e vitit 2021, kur unë isha kandidat në Durrës, ka bërë një punë realisht shumë të mirë, por nuk arriti të shijonte të pjesën pasi unë nuk bëra deputet.
Si që e thënë që kemi qenë bashkë në shkenca politike, jam diplomuar në vitin 2008. Në 2009 kam filluar punë në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrës si specialist. Dhe kam një karrierë gjatë aty prej 15 vitesh gati, nga specialist përgjegjës sektorit deri në drejtor drejtorie. Kjo patjetër që më ka ndihmuar edhe të kem krijoj shumë kontakte me shumë të reja që ishin student në Universitetin e Durrësit, po edhe me njerëz të tjerë që ndërlidheshin me profesorë, me akademik të tjerë dhe me qytetarë që ndërlidheshin me punët e universitetit. Pastaj vendosa që të merra një angazhim dhe një përgjegjësi tjetër në politikë, pavarësisht se unë që në fushatën e parë elektorale, mos gaboj, kemi bërë në 2005, fatkeqësisht në atëherë si parti humbëm, ka qenë një sistem tjetër. Ndryshua, ishte majoritari i pastër. 8 deputet, domethënë kemi dalë 8-0 për Partinë Demokratike. Pa që në atë kohë qenë një angazhuar. Që në atë kohë qenë një angazhuar, pavarësisht gënjimit që ishte era parë që u angazhova në një fushatë elektorale duke mbështetur një kandidat në atë kohë. Pavarësisht zhgënjimit që pata që nuk fituam, unë nuk ndalova këtu, po vazhdova që për asaj kohe të kontribuoj në Partinë Socialiste deri në vitin 2021 që mora përgjegjësinë që të jem edhe kandidat për deputet. Dhe më pas në 2023 mora një mandat lënë në mes nga një koleg tjetër i Partisë Socialiste dhe u bëra deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Për ta mbyllur, mesazhi që ti jep të gjithë atyre që ta anatemojnë, të sulmojnë, madje edhe pa të njohur. Kam qenë disa panele televizive, disa kolegë gazetarë, ndoshta edhe nuk të njohin, edhe ata kanë qenë pjesë e këtyre kritikave. Por gjithsesi, më jep një mesazh ose cila është ajo gjë që ti do të thuash atyre që na temojnë për rezultatin. Unë kam shumë miq demokrat, kemi fshinjë, kemi zonë, kemi lagje, shkojmë shumë mirë, pavarësisht se kemi qëndrime të ndryshme për çështje të njëjta politike. Dhe unë mesazh në fakt nuk duhet të jap demokratëve, duhet të jap leadershipit të Partisë Demokratike. Edhe unë kam pavarësisht gjithë akuzave që janë bërë në atë kohë, unë nuk zgjodha të përgjigjem me deklarata, unë zgjodha të përgjigjem me punë, me përkushtim sepse besoj te fjala e dhënë, besoj te puna dhe besoj që politika është një instrument që të jesh më afër njerëzve. Dhe përpara se sa të merren me të bëjnë etiketime politike dhe thjesht akuza, duhet që të dalin në atë zonën time elektorale, në qytetin e Durrësit dhe të pyesin kush është Arkedi dhe çfarë përfaqëson. Unë dhe në këto takime që kemi filluar tani më për rienergizimin, kur kam pas takime me vërtet shumë mira dhe masive, po themi, kam pas shumë pjesëmarrje. Dhe këto janë gjithat pasqyruar edhe në rrjetet e mia sociale. Edhe ka pas njerëz thjesht që janë çuar duke folur, më kanë thënë që po pse nuk flet atje në parlament që ta akuzosh Berishën. Pse nuk i përgjigjesh leadershipin e PS-s? Dhe sepse ne këtu s'na ka sjell, nuk na ka sjell banda, s'na ka sjell asnjë kriminal. Ne jemi antarë të Partisë Socialiste dhe kemi dëshirë që të kontribuojmë për Partinë Socialiste, po edhe për mua si deputet i zonës. Dhe përgjigjja më e mirë për gjithë këto akuza janë pikërisht këto deklarata që bëjnë qytetarët dhe përgjigjja më e mirë për këto janë vota që japin qytetarët, që këtë gjë unë e tregova në zgjedhjet e vitit kaluar dhe besoj që edhe në zgjedhjet e tjera do kem një fitore shumë të madhe si Parti Socialiste, po dhe unë si individ. Mirë, në fund të kësaj interviste, Arken, faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi edhe për mua. Pavarësisht se ishte intervista ime e parë, unë të jam falendërues dhe mirënjohës që Kënaqësi. Unë kam dashur prej kohësh ta bëjmë, po për shkak të disa peripecive të mia shpresoj që do kemi edhe intervista të tjera në vim për çështje të caktuara me kënaqësi apo qytetar. Me kënaqësi, do ke shumë çështje. Faleminderit shumë Arken. Ndërkohë, me këtë intervistë kemi ardhur në fund të pjesës të parë. Ju që na ndiqni gjithë, vazhdoni të jepni komentet tuaja, bëni subscribe, do t'i lexojmë edhe komentet, por do t'i shkojmë me vëmendje për çdo temë që keni në mendjet tuaja, por edhe keni dëshirë që ne ta trajtojmë, do një të ftuar të veçantë, na shkruani, ne do ta shikojmë me vëmendje dhe do ta ftojmë atë të bëjmë edhe biseda. Ndërkohë, do takojmë përsëri në pjesën e dytë, një shkëputje e vogël.